është një farë qyteti i flutur në Malzi, Shavnik i thonë. Shavnik është, si me thonë, Brezovica. S'kom qenë po emrin. Do më thonë si Brezovica. Një fshat, as qytetës nuk është, edhe aty për asi ishtë një, Shavniki kishtë një televizion. Kryeministi Kurti pa të dhonë intervjist në TV Shavniki. Do më thonë, para mëna. Do më thonë, Shavnik pa të qu, pa të dhonë, të na s'ka dhonë as një intervjist. Pas ka dhonë as në Klan, as në Dogajin, as Kanal 10, as në të shtatë. Transparenca matët minimalisht me 2 indikatorë. Zipsi s'përshkon të dhe gazetarët, ka plot gazetarë për shkak që janë miqësorë. Tash, na i shohim do gazetarë japin intervista, janë, si me thonë, ja bojnë me sy kryeministrit. Adin, duket që janë dërzum, edhe veç si nuk thojnë që na jena të mirë, nuk jena si këta tjerë që hajde, zipsi s'shkojnë të qata. Po menoj që është qaj delegjitimimi i profesionit gazetarit, menoj që qaj është qëllimi, qëre transparenca i ka minimalisht 2 indikatorë. Ne a shkon në për intervista, do më thonë mu ballafaqu me pyetje, ku merë pyetje qoftë edhe të vështira, mund është me zgjedh mos më përgjigj, por me gjithë ato i mersh ato pyetje edhe qasën dokumente publike. Për gjatë 3 viteve të fundit, jënë kondi ku 500, 600, 700 ankesa para Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Që nuk janë për refuzim. Shumica janë të gazetarëve, po. Janë shumica të gazetarëve. A di çfarë do të thonë një agjenci e vogël në një shtet të vogël më marr 700 ankesa. S'ki nevojë më shumë me analizu çështja e transparencës se cila po ashtu mendet. Çfarë ka ndodhur në gjykimin tuaj në RTK? Po ashtu që ka qenë storje e keqe e kësaj qeverisje që ka bë edhe ajo, Murangu kaq keq. Te RTK-ja, mas pari, normalisht unë po them që gjithmonë çuditna me reagime, sidomos kur janë kjo çështja e relativizimit. Po se RTK-ja ka qenë keq për para, po edhe këta të opozitës, qëre, unë e për veti s'kom qef me foj për opozitën, sepse menoj që si aktiviste, rolin tem, si e kom kry kur ata e kom pushtet. Do më thonë, ja kena full për pronto, ja kena full për PDK-n, ja për LDK-n, ja mu nuk di. Do më thonë, keq që ka pos me i denoncu publikisht, e kena kry. Që dikush që vetë vendosja është pushtet që 5 vjetë, e merret me opozitën e para 5 vjetë, diçka e ka huq. Që RTK-ja, a ka pas probleme? Po. A ka qenë ndikume politikisht? Po. Kur RTK-ja nuk ka pas drejtor televizionit, financus edhe aktivistëve të vendosjes? Që ndohë për atë por? Aktualisht, Rilend Gërvala është financus edhe ka qenë aktivist, që s'pi thom është aktivist. Donator, diçka, ka mund të qenë. Financus është se di ka raportu Kallzohi, do më thonë është raportume, është faktike, nuk jom të ka jo pare për vetë vendosjen. Ta shaj që unë ju donator, financus i kanë thonë. E dyta, RTK nuk ka bërd, aktualisht. Do më thonë, së konë gjendje 2 burde bre të KPMS dhe të RTK-s, mi zgjedh me ko revizja për vendosja. Momentin kur ndodhi kjo sulmi ndaj nacionales edhe periskopit... është përdor AKI-ja. Edhe në kombinim me RTK-n... Menon që përdor AKI-ja në këtë rast? Jo, e kanë thonë vetë RTK-s. Bile është raportu që Rilindje ka përben një prej takimeve. Pra jam të folë për çka kanë thonë vetë në RTK, edhe çka është raportu. Është përdor AKI-ja, edhe është përdor RTK-ja, me i sulmu media që vetëvetosja i konsideron si shumë kritike, nacionalen dhe periskopin. Edhe a kena sot logaridhanje? Jo. Në RTK disha bojnë, i këshyrin punëtorët e RTK-s, a mos po reklamojnë në Instagram, në i kompani, e mos pahiri, po fitojnë diqka. E patën një ndëshkim dhe të në? E kam pas, po tani ka rapi shmonin mas reagimeve, shu që RTK-ja, plus që po thomë, përveç që i merë veç 8 milion, në vend se 20 milion, me sa e kuptova unë, e duna me verifiku qëtë informacion edhe njëherë, të paktën në 10 vjetë e fundit nuk ju ka ndritë rogat gazetarve. Në 10 vjetë e fundit? Dikush mundet me thonë, po janë institucion. Jo, gazetarë du të mi pas pagat e mira, du të mi pas kushtet e mira, e jo mësë më mujtë mi adal mujet. Kështu që nëse kryeministri donë me pas transmetues publik për të cilin ka protestu kur u konë në opozit, du të mu siguru që i ka kushtet e mira, e ka bugjetin. Kur RTK-ja nuk u konë gjendje më të keqe se sa që është që tashti. Edhe që kjo normalisht që përmenet, edhe që të raportë dhe këtë raportë. KPM-ja është KPM-ja jo funksionale, e kapne politikisht. RTK-ja është jo funksionale, e kapne politikisht. Në të dy institucionet, me gjitha to, ka profesionist, të cilin unë ja u zgazdorën për punën që e bojnë, po nuk mi afton ajo, sepse po folin na për strukturat e institucioneve. Jetoni e ishtë aty, pra jeton Mehmeti. Jeton Mehmeti ka qenë kryesuesi ma i miri që e ka pas në herë KPM-ja. Do më tonë e ka këfil KPM, ja ka zbart ftyrën.
edhe u organizun, edhe në ka qenë ajo normalisht ndikume politikisht, që me hek jetonin, që me uzurpu qatë vend. Si funksionon KPM? Funksionon vetëm zgjuara ekzekutive? Po, s'ka kurum. Paramendo gjatë zgjedhjeve nuk kemi pas KPM. Dhe kjo në fakt është dëshmi që me gjitha ato raportimit e na është shumë korrekt. Zgjedhjet edhe mënyra që është raportu asnjë skandal, asnjë dezinformat, na i gabim ka shku, po s'ka pas dezinformata që ti kanë ndiku zgjedhjet që i patën për shembull në shtete tjera. Edhe plus e ke pas KPM jo funksionale. Pra i bjen me gjutë popullit dorësëm keni mujt me boju, se s'ka pas kush më ndëshku. Me gjitha ato mediat janë kallëzu shumë të përgjithshme, edhe kur kanë marrë reagime pi KPM-s ju kanë përgjigje e tjera. Kështu që çfarë do të thonë që prej mediave puna po kryhet, a ka vend për përmirësim shumë. A ka gazetar që nuk e meritojnë me qenë gazetar? Çdo e bëjnë pyetjen shumica, pra pse s'po i denonconi këta gazetar? Pra që gazetarëve zakonisht për shembull Kosovë që na thonë. Thonë që keni bë parë, që sulmoni, edhe këtë pyetjen këta ma palidhe, zakonisht kom përshtypjen e bojnë këta tri që nuk e din, a keni guxuar ata tjerë të mi sulmu, për nuk e din se çka kena bëu atëherë, pra qëto janë pak a shumë akuzat kryesore që ju bojnë. A mendoni që i çdosh me fol edhe për gazetar, pra po them mi kritiku dhe gazetarët, me bën një distancim me gazetar, apo është thjesht lojë aty që e bojnë për mi kompleksu, se që këta kanë arrit për shkakun. Unë e shoh që folin disa gazetar, dorën zemër gazetar këtë, kështu që apëtin si janë kurfar gazetar, që mundohen me bo një farë distancimi për gazetarëve tjerë. Pra ne më nësaj, që këta kanë bo porë, këta e në kështu, këta e në kështu, këta e në kështu. Qyre, qëto edhe pastaj kisha pas qef ligjin për KPM, vendimin e gjykatës kushtetuese, te çështja e gazetarëve. A ka gazetar që e keq përdorin edhe abuzojnë me pushtetin që e kanë? Ka. Zgjidhja është institucionet, që është Këshilli i Mediave të Shkruar, që është Komisioni i Pavarur për Media, edhe gjykatat, bile edhe prokuria me funksionu. Për shembull, unë nuk mendoj, dhe në të vetmin rast kur e kisha arsyetu ndjekjen penale të gazetarëve është kur prishen hetimet, dhe ajo ndodh shumë shpesh te na. Fillimisht fajtore është policia dhe prokuria, kur i qesin informatat, e masë mediat, sepse ti në Angli dhe me marr informacionin për hetime, ti si media zguzoj me qitë, se njekësh penalisht. E para, e dyta të gjykatat. Do me thonë, që ta është na jena të po e kom përmen disa herë, kemi 150 gjyqtarë 3 që janë zgjedhë në mënyrë meritore, një pjesë e madhe e trajnune, me i trajtu rastet sipas standardeve, edhe janë të i marë rastet e shpifjes edhe të i zgjidhë shumë shpejt. Dhe unë menoj që në një periudhë 5 vjeçare, nëse shto rastet zgjidhen shpejt, gazetarët kanë me kuptu dhe nuk ka çështja sa kanë me pagu kompenzim dëmi. Sepse për gazetarin, gjykimi per se që ke shpif është dënimi më i madh. Unë nuk besoj në kompenzim dëmi që dush me dënu. Dhe nëse na vazhdojmë me pas ritmin e tanishëm që e kemi gjykatave, çdo javë del një akt gjykim, minimum një akt gjykim i rasteve të shpifjes, i bën që kjo e rregullon sektorin. Unë nuk menoj që duhet AGK-ja dhe nuk e ka rolin AGK-ja me dalë dhe me shkajt gazetar. Roli i AGK-s është me i mbrojt gazetarët, edhe çat punë e bën, përkundër presioni që i vjen prej pushtetit që me dalë me denigru gazetar. Po të diçka me... Po du me përmen, so sekonda i ka më leo, se... Te ligji, shumë është në rëndësi vendimi i gjykatës kushtetuese për ligjin për KPM. Unë e përmenda ka qenë... Pra, rëzimi i ligjit dhe akt gjykimi. Gjykata ka vendos, është një akt gjykimi i cili ende nuk është publiku, është veç njoftimi, ka vendos që ligji për Komisionin e Pavarur për Media i draftuar i miratun prej vetvendosjes është ligj kundër kushtetues. Pse është kundër kushtetues? Është sepse e cënon pavarësinë e Komisionit të Pavarur për Media. Dhe po du mi përmend 3 gjetje shumë të rëndësishme që ti akt gjykimi. E para, te procedura. Do me thonë, edhe kur ka qenë në zyrën e kryeministrit, edhe në parlament, na kemi thonë, duhet me pas konsultime publike. Nuk mundesh ligj thelbësor për industrinë me kalu veçaj. Përgjigja ka qenë, okay, po shkojmë në për komuna, po i konsultojmë publikun. Ajo ka qenë me bo mediat edhe ma shumë target. Se çka ka me tonë publiku, këta po dezinformojnë, bën një ligj tashpër. Edhe gjykata, edhe pse nuk ka gjetë shkelje të që kjo, ka thonë du të me pas, sepse thot nuk e rregullon kushtetuta çështjen e konsultimeve, pra nuk detyron me kushtetut si kuvend që me pas konsultime, thot du të me pas konsultime të mirëfillta. Pra gjykata, nëse s'ka gjetë shkelje, i ka kallëzu kuvendit që duhet me pas konsultime të mirëfillta. E dyta, këta më shumë ti që kanë synu me bo me qëtë ligj, është që
kryetarin me zgjedh vet, direkt, aktualisht antarët e komisionit të KPM-s e zgjedhin kryetarin, këta kanë dosh me zgjedh vet, edhe me shkarku kur të humb besimi. Kur humb besimi është çështje shumë subjektive. Unë mendoj që unë s'kam besim te ti, e filloj e inicoj procedurën, gjykata ka thonë që e cënon pavarësinë. Edhe elementi i tretë është çështja e grave. Ligji aktual thotë në prej 7 antarëve të paktën 2 antarë duhet me qenë gra. Këta e kanë heqë ato krejt. Edhe kanë thonë, a diçka pe bojmë sipas ligjit për barazi gjinore, që i bjen 50%, po se kanë cek, që i beke më i ke kuvendi, sikur ai dish s'kish kalu, mos me zgjedha asnjë grup, më thonë po spat. E gjykata ka thonë të paktën 50%, do më thonë e ka bo saksi që kemi lyp na. Pra pas ka shkel disa përfshirë dhe kushtetare. Po, tash i ka thonë jo veç 2, po ka thonë shumë ma shumë duhet me pas. Ligji është anullu dhe tash i bjen që duhet me pas një proces të ri, ta shohim.